Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Një tjetër hap i suksesshëm u arrit këtë javë sa i takon përfshirjes së Vjosës në listën e siteve të UNESCO-s. Komiteti Ndërkombëtar i Këshillit për Rezervat e Biosferës ka aprovuar dosjen e aplikimit. Pritet që konfirmimi final nga UNESCO të jepet në sesionin e 37 që do të mbahet në muajin shtator të vitit 2025. Në vijim të monitorimit të vazhdueshëm të situatës epidemiologjike në institucionet parashkollore, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër ka kryer kontrolle të kushteve higjienosanitare në të gjitha institucionet e arsimit parashkollor. Gjirokastra vazhdon të jetë një nga qytetet më të preferuar për vizitorët e huaj, duke tërhequr gjithnjë e më shumë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Gazetarët suedez gjatë një vizite në qytetin e Gurt kanë vlerësuar bukuritë arkitekturore, vlerat historike dhe kulturën unike të qytetit të Gurt dhe shprehen se do ta promovojnë qytetin si një destinacion të rëndësishëm turistik. Pse kaq shumë anekdota për gjirokastritët dhe pse argëtohemi kur i dëgjojmë dhe i themi ato? Përgjigjen ai jep akademiku Fatos Tarifa në librin e nxjerrës së fundmi, Gabotimi nën titullin Humori dhe e qeshura si ekologji sociale e gjirokastritëve. Ju njohim tani më gjerësisht, një tjetër hap i suksesshëm u arrit këtë javë sa i takon përfshirjes së Vjosës në listën e siteve të UNESCO-s. Komiteti Ndërkombëtar i Këshillit për Rezervat e Biosferës ka aprovuar dosjen e aplikimit. Pritet që konfirmimi final nga UNESCO të jepet në sesionin e 37 që do të mbahet në muajin shtator të vitit 2025. Lajmin e konfirmoi Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit njoftoi sot se UNESCO ka dhënë rekomandimin zyrtar për shpalljen e luginës së Vjosës si rezervat i biosferës. Është më shumë se një vlerësim ndërkombëtar, është një njohje për bukurinë e egër të Vjosës, mirënjohje për njerëzit e atyre trevave që jetojnë në harmoni me natyrën dhe për përpjekjet e përbashkëta në mbrojtjen e lumit të fundit të egër të Europës. U shpreh Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro. Ministra theksoi se ky rezultat nuk është i rastësishëm, por vjen pas një pune intensive të institucioneve përkatëse. Ajo përmendi vizitën e parë të drejtoreshës së përgjithshme të UNESCO-s, Audrey Azoulay, në luginën e Vjosës në shkurt 2023, si dhe përkushtimin e vazhdueshëm të specialistëve të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Vjosa sot nuk është vetëm një lumë, por është një model i zhvillimit të qëndrueshëm, ku natyra frymëzon. Në shtator të këtij viti pritet që Këshilli i Rezervateve të Biosferës i UNESCO-s të miratojë përfundimisht përfshirjen e Vjosës në listën e pasurive botërore, si një himn për natyrën dhe për njerëzit, deklaroi Kumbaro. Shpallja e luginës së Vjosës si rezervat i biosferës do të përforcojë statusin e saj ndërkombëtar dhe do të promovojë më tej ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajon. Lumi Vjosa është i njohur si lumi i fundit i egër në Europë, pasi rrjedh në mënyrë të lirë për rreth 270 kilometra nga burimet në malet e Pindit në Greqi, ku quhet Aos, deri në derdhjen në detin Adriatik në Shqipëri. Lugina e Vjosës është një ekosistem unik që përfshin habitate të ndryshme si pyje, ishuj ranor dhe toka bujqësore, më shumë se 1100 lloje bimore dhe shtazore, përfshir specie të rrezikuara si vidra, pelikanët dalmatian dhe peshq endemik. Është një korridor migrimi për shumë shpend dhe një zonë e rëndësishme për biodiversitetin europian. Në vijim të monitorimit të vazhdueshëm të situatës epidemiologjike në institucionet parashkollore, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër ka kryer kontrolle të kushteve higjieno-sanitare në të gjitha institucionet e arsimit parashkollor. Në ato ku ofrohet ushqim është lënë detyrë që para se t'u serviren fëmijëve, duhet i kryejnë analizat. Të gjitha ushqimet që konsumohen në çerdhe dhe kopshte nga fëmijët tu nënshtrohen analizave në institucionet përkatëse. Kjo është porosia që u lihet drejtuesve të institucioneve parashkollore në rajonin e Gjirokastrës nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor për të parandaluar ndonjë situatë të pakëndshme epidemiologjike. Jemi në të gjithë territorin e rrethit të Gjirokastrës për të verifikuar në të gjitha institucionet shkollore dhe parashkollore, por kryesisht në ato institucione ku ka dhe ofrohet ushqim për fëmijët e rrethit të Gjirokastrës, kushtet higjieno-sanitare, por edhe kushtet e kuzhinave dhe të gjithë situatave që kanë të bëjnë me të gjithë monitorimin e pjesës ushqimit, apo qoftë të ujit të pishëm, apo qoftë edhe të kushteve higjieno-sanitare që kanë këto institucione.
Ne kemi lënë porosi në bashkëpunim edhe me drejtuesit e këtyre qendrave që përpara se të konsumohet të paktën ushqimi, të kryen analizat përkatëse në institucionet përkatëse për sa i përket të kontrollit të ushqimit. Nga ana tjetër, nga ky institucion janë shtuar edhe kontrollet e ujit, jo vetëm në pikat fundore, por edhe në subjektet publike e private. Ne ecim paralelisht edhe me monitorimin me gjithë laborantët tonë të ujit të pishëm, në të gjitha vendburimet dhe në gjitha depot e rrethit të Gjirokastrës, por sidomos edhe në subjekte të ndryshme publike dhe jo publike, bare, restorante, ku po kryejmë ditë për ditë analizat mikrobiologjike dhe fizikimike të ujit të pishëm. Këto inspektime dhe kontrollet të shtuara vijnë në vijim të monitorimit të vazhdueshëm të situatës epidemiologjike në institucionet parashkollore, marrë shkas edhe nga rastet e shënuara me salmonel në një kopsht të Gramshit. Ndërgjegjësim për të zbatuar rregullat e sigurisë rrugore nga ana e përdoruesve të rrugës do të shmangte aksidentet rrugore. Të paktën këtë mendim ndajnë sot jo vetëm autoritetet e policisë së shtetit dhe shëndetësisë, por edhe drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Vetëm këto ditë të muajit maj, urgjenca e spitalit të Gjirokastrës ka trajtuar me ndihmë mjekësore 20 drejtues mjetesh dhe 10 këmbësor. Sensibilizimi nga ana e gjithë përdoruesve të rrugës do të sjellë më pak aksidente. Këmbësorët mendojnë që drejtuesit e mjeteve nuk duhet të abuzojnë me shpejtësinë dhe alkoolin, pasi rrezikojnë jo vetëm jetën e tyre, por edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Rrugët më ngarkon nga lëvizja. Ndje veçantë ta këver këmbësori sepse po vare vetëm tek shumë të rregullore ai një shoferi, aksidentisti pranishur ka era. Si ti kam këtu, zbato rregullore ne ik, po deshe futën në makinë. Si zbatoni rregullore një? Po ja do presim të kaloj makina, këto bëjmë ne. Edhe drejtuesit e mjeteve ndajnë të njëjtin mendim, ku shpeshherë edhe ata bien prej e tejkalimit të shpejtësisë, duke shkaktuar aksidente. Deri më sot nuk kemi përplas me drejtues të pandërgjegjshëm, të gjithë kanë qenë të ndërgjegjshëm, të kualifikuar, dhe deri sot s'kemi edhe rrugët pothuaj janë mirë. Po gjatë gjithë kohës do të jetë vigjilent në makinë, nuk do të jetë i pirë, do të jetë njeri i rregull. I zbatoni gjitha rregullat? Po s'bën vakit mos i zbatojmë se s'le policia e qarkullimit të lëvizësh. Të jenë të qetë, mos jenë të pirë, të vënë rripit, kupton? Të zbatojnë rregullat e qarkullimit. Sa i përket të drejtuesve, të rregullat po i zbatojnë. Nuk janë dhe rrugët që prandaj ndodhen aksidentët. Po të jetë rruga e mirë, s'bëhet aksident. Pija, domethënë sidomos në timon nuk duhet të pijet fare, të konsumohet fare për drejtuesin e automjetit. Vetëm për gjatë 23 ditëve të muajit maj, policia rrugore ka ndërshkuar me masa administrative 1209 drejtues mjetesh. Pjesa më e madhe e gjobave me 392 të tilla janë vendosur për parakalimet të gabuara, duke vazhduar me 291 gjoba për parkime të gabuara, 285 për tejkalim shpejtësie e të tjerë. Brenda këtij muaji janë pezulluar 4 leje drejtimi, mes të cilave edhe për përdorimin e alkoolit nga drejtuesit e mjeteve. Në kuadër të sezonit turistik, policia ka shtuar pranin në rrugët kryesore përfshirë akset Tepelen, Gjirokastër, Kakavije, Kardhiq, Delvin. Kemi njolla të zeza që fillojnë tek pjesa në Memaliaj, ura e Kardhiqit, ura e Leklit edhe pjesa e Subashit. Aty gjithmonë është më tepër burim aksidenti në raste te i kalon kufit e shpejtësisë. Prandaj gjatë gjithë kohës ne jemi prezent në këtë aks për të parandaluar aksidentet që mund të kryen. Me çeljen e sezonit turistik janë marrë masat e duhura nga ana e policisë rrugore, duke qëndruar prezent gjatë gjithë kohës në rrugë, 24/7 jemi aty, duke u ardhur qoftë edhe në ndihmë turistave për aksin rrugor që kanë mangësitë e tyre me tabelat. Ndërkohë që të aksidentuarit janë trajtuar pranë repartit të urgjencës së spitalit rajonal Omer Nishani. Shefja e urgjencës bën të ditur se kanë marrë ndihmë mjekësore 20 drejtues mjetesh të aksidentuar dhe 10 këmbësor. Këto 3 muajt e fundit, rreth 20 raste kanë qenë aksidente automobilistike dhe pacientë të cilët kanë marrë shërbimi. Kryesisht janë mosha të reja dhe mosha mesatare, por nuk përjashtohet dhe mosha e tretë. Ka pasur
raste më të pakta, por mosha e tretë patjetër. Kanë qenë rreth 10 pacient kalimtar, të cilët janë goditur nga makina ose motora, janë raste të cilat nuk janë me dëmtime të rënda dhe janë trajtuar pranë spitalit tonë. Urgjenca e spitalit të Gjirokastrës ofron shërbim 24 orë dhe gjendet në ndihmë të çdo rasti apo pacienti i cili pëson një aksident automobilistik. Policia rrugore apelon për respektim të kodit rrugor për të shmangur aksidentet dhe pasojat e rënda që ato sjellin. Gjirokastra vazhdon të jetë një ndër qytetet më të preferuar për vizitorët e huaj, duke tërhequr gjithnjë më shumë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Gazetarët suedez gjatë një vizite në qytetin e Gurt kanë vlerësuar bukuritë arkitekturore, vlerat historike dhe kulturën unike të qytetit të Gurt dhe shprehen se do ta promovojnë qytetin si një destinacion të rëndësishëm turistik. Gjirokastra me vlerat e saj historike dhe ndërtimore, por edhe si pasuri e UNESCO-s tërheq gjithmonë më shumë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Qyteti i Gurt tashmë zë vend të veçantë në shkrimet e gazetave, reportazhet televizive në mediat në Suedi, të cilat promovojnë dhe vlerat turistike të Gjirokastrës e të tjerë. It was very nice to go to Gjirokastra as well. Gjirokastra është shumë e këndshme si qytet. Pazari i Gurt e për interesant për të kaluar mbrëmjet. Mendoj se ka shumë histori interesante atje për të treguar. Njerëzit shumë të dashur dhe popullor, mjaft mikpritës me veçori të ralla që nuk I has kudo. What's important to them? Gjirokastra është një qytet I bukur dhe tashmë e kuptoj se pse vizitohet prej kaq shumë turistësh, të cilët vijnë këtu për historinë, traditat, por rajoni dhe qyteti I këtushëm janë shumë të bukura. Është tërheqëse të shikosh se si kaq shumë turistë nga Franca, Gjermania, nga kudo vijnë këtu. Për gazetarët suedez, të dy vendet tona kanë rritur shkëmbimet në fushën e turizmit, ndërsa numri I vizitorëve nga Suedia në Gjirokastër është në rritje. How their lives are lived. Turizmi është një faktor ekonomik shumë I rëndësishëm për Gjirokastrën dhe duhet vlerësuar dhe promovimi që I bën media resurseve turistike aty. Kanë fshatra mjaft të bukur dhe me natyrë fantastike, edhe turistët nga Suedia që e vizitojnë janë të shumtë në numër. Mendoj se aktualisht Shqipëria dhe Suedia kanë shumë marrëdhënie të mira sepse pas 30 vitesh demokraci, Shqipëria ka ecur përpara dhe shumë suedez vijnë këtu në vendin tuaj. Por edhe bashkëpunimi mes mediave dhe gazetarëve të dy vendeve është shumë I mirë. Ne gjithashtu mirpresim gazetarët shqiptar të vizitojnë qytetet tona si Stockholmi. Është me të vërtetë diçka e bukur. Tashmë Gjirokastra dhe rrethinat janë shndruar në destinacione të kërkuara nga të huajt, duke spikatur në tregun e turizmit ndërkombëtar. Plazhet publike të Sarandës po bëhen gati për të pritur pushuesit. Bashkia ka nisur ndërhyrje për pastrimin dhe sistemimin e tyre, për t'i ofruar pushuesve një infrastrukturë bashkohore, duke nisur që nga mjedisi I pastër e deri tek ndërtimi I kullave të mbrojtimit. Në plazhet brenda qytetit të Sarandës, që shtrihen poshtë dhe përgjatë shëtitores nga porti deri në skaj të Lungomares, po fshihen gjurmët e dimrit, ndërkohë që prej tyre nuk largohen plazhistët, bashkia ka nisur ndërhyrje përmirësuese të pamjes së tyre dhe të cilësisë së rërës. Prej plazhit të ri deri tek plazhi Rinia bëhet nivelimi I sipërfaqes së tyre me anë të skrepit, ndërkohë që makinat të tonazhit të rënd transportojnë rërën e nxjerr tepër nga nivelimi dhe sjellin rërën e re me të cilën pasurohen këto plazhe. Krijohet puna në teren, po thuaj se është gati pjesa e pasurimit me rërën dhe pjesa e infrastrukturës dhe e sinjalistikës së plazheve për pjesën e bejvoçeve, por edhe standardin e detyrueshëm që kërkohet sipas ligjit. Për këtë verë është përllogaritur që për të bërë pasurimin e plazheve të përdoren 700 metër kub rër. Nivelimi dhe pasurimi I plazheve publike në Sarandë është një praktikë e përvitshme që ndiqet në prag të çeljes zyrtare të sezonit të ri turistik. Pyetjes nëse edhe këtë verë do të ofrohen në fri plazhet publike në Sarandë, nënkryetari I përgjigjet. Ruhet I njëjti standard me plazhet publike si vitet e mëparshme. Po punohet dhe është ngritur një grup pune për të vijuar më tej se si do të veprohet për pjesën dhe veprimtarinë brenda plazheve publike.
E veçantë është puna dhe kontrollet e bëra në pragun e kësaj vere, si në plazhet e Sarandës dhe ato të Ksamilit, në zbatim të VKM-s për të detyruar çdo subjekt privat që administron plazhe të lërë të lirë 30% të sipërfaqes së çdo parcele në përdorim publik pa pagesë. Zona pranë syrit të Kaltër është ndërruar në një pikë tërheqëse për turistët që udhëtojnë me rulota, të cilët kërkojnë natyrë të paprekur, qetësi dhe liri në lëvizje. Për shumë prej tyre, Shqipëria është një zbulim i bukur dhe mikpritja lokale po luan një rol kyç në përvojën pozitive që ata marrin me vete. Turizmi me kampera po një rritje të ndjeshme në vendin ton. Rulota që shihen gjithnjë më shpesh në rrugët dhe zonat natyrore të vendit tregojnë qartë se Shqipëria është gjithnjë më e pranishme në hartën e turizmit të lirë. Ky lloj udhëtimi ofron një mënyrë unike për të përjetuar vendin larg strukturave tradicionale të turizmit. Ne jemi nga Hollanda. Kemi 3 muaj që udhtojmë me rrulotin tonë për Shqipëri dhe prej një jave ndodhemi këtu. Zgjodhëm të udhtojmë me rrulot sepse ndjejmë një liri që nuk na jep asnjë udhtim tjetër. Mund të ndalojmë ku të duam, të jemi afër natyrës dhe të kemi gjithçka që na duhet me vete. Është një mënyrë jetese që na lidh më shumë me vendi që vizitojmë. Për mua rulota është shtëpia ime në lëvizje. Nuk më duhet të rezervoj hotele. Nuk jam e lidhur me orare dhe ndjej që çdo ditë është një aventurë e re. Kjo mënyrë udhëtimi më bën të ndihem e lirë dhe më afron me njerëzit dhe natyrën. Zona pranë syrit të Kaltër është duke u shndërruar në një destinacion të preferuar për kamperat. Peizazhi i bukur, ajri i pastër dhe mundësia për të qëndruar pranë natyrës e bëjnë këtë vend ideal për ata që kërkojnë qetësi dhe liri në udhëtim. Për shumë turistë që udhëtojnë me rulota, kjo nuk është thjesht një ndalesë, është një përvojë unike. Po qëndrojmë pranë syrit të Kaltër sepse këtu ndjejmë një qetësi që kërkojmë gjatë gjithë udhëtimit. Natyra është e pastër dhe mahnitse dhe na jep një ndjesi magjike. Për ne kjo zonë është perfekte, larg zhurmës, pra natyrës dhe me një pamje që të lë pa fjalë. Kjo zonë ka diçka të veçantë që na bën të duam të ndalemi, të qëndrojmë dhe ta shijojmë çdo moment. Për të huajt që zbulojnë Shqipërinë përmes rulotës, vendi ynë është një surprizë e bukur, me një natyrë të paprekur, hapësira të mëdha për kamping dhe një mikpritje që i bën të ndihen si në shtëpi. Turistët largohen me kujtime pozitive dhe dëshirë për tu rikthyer. Arsimi profesional është një ndër më të preferuarit nga nxënësit. Një ndër to është edhe Shkolla Profesionale Antoni Thanasi në Sarandë, e cila prej muajsh po kryen bashkëpunime me bizneset që nxënësit të kryejnë praktikat. Këto partneritete janë të vlefshme pasi këta nxënës janë të përgatitur për të futur në tregun e punës pas mbarimit të shkollës. Shkolla Profesionale Antonia Thanasi vijon partneritetin me bizneset, duke u dhënë mundësi nxënësve që studiojnë në këtë shkollë për të kryer praktikën. Drejtoresha Rudina Liçaj thotë se ky bashkëpunim është i vlefshëm për futjen e nxënësve në tregun e punës. Shkollat profesionale funksionojnë duke patur një partneritet shumë të ngushtë me biznesin. Ne biznesin e kemi në disa drejtime bashkëpunimin me biznesin. E para është se nxënësit tanë bëjmë praktikat në biznese. E dyta është që bizneset janë partnerët tonë në projekte ndërkombëtare, sepse gjithnjë bëhen në partneritet me biznesin. E treta, biznesi janë edhe ata që na punësojnë nxënësit që ne nxjerrim në treg. I përgatitin, si thonë, me duart e tyre dhe pastaj i mbajnë për punëtorët e ardhshëm të tyre. Për një nxënës që përgatitet për në hoteleri turizm të bëj direkt praktikën në recepcion, apo në restorant, apo në hotel, apo të dhome hotelit, është praktika më e mirë që mund të bësh, e merr praktikën tek biznesi, sepse biznesi është edhe laboratori më modern. Nxënës të viteve të dyta dhe të treta në degën e hoteleri turizmit gjatë kësaj periudhe janë duke kryer praktikën nëpër biznese të ndryshme të Sarandës. Ata shprehen të kënaqur dhe se i ndihmon shumë për të ardhmen. Jashtëzakonisht shumë e vlefshme sepse kjo më ndihmon mua ta prek më shumë atë çka unë marr si njohuri në praktikë dhe di se çfarë unë jam e zonja të bëj dhe se çfarë dua dhe se çfarë dëshiroj nga këto njohuri të reja për këtë fushë që kam zgjedhur. Rreth gati një muaj gjysmë 2 punojmë tek po bëj praktikë për momentin. Shumë gjëra që nëse pasojë kur ta hapësh një diçka të ëndër, mund të dish sa gjëra, kupton.
Sa të vazhdoj, që ose po më pëlqeu varet si do veci. Që prej muajt janare deri tani, shkolla profesionale ka kryer rreth 60 bashkëpunime me bizneset në Bregdetin e Sarandës. Pse ka shumë anekdota për gjirokastritët dhe pse argëtojmë kur i dëgjojmë dhe i themi ato? Përgjigje na i jep akademiku Fatos Tarifa në librin e nxjerrë së fundmi nga botimi nën titullin Humori dhe i qeshura si ekologji sociale e gjirokastritëve, të cilin e promovoi mes miqesh e kolegësh në Universitetin e Qerem Çabej. Lidhjet me Gjirokastrën i ka të forta, edhe pse ka jetuar në të vetëm 4 vite kur ishte i vogël. Në këtë vizitë në qytetin e origjinës së familjes, akademiku Fatos Tarifa e dëshmon edhe një herë këtë, duke sjellë me vete edhe librin dedikuar qytetit të gurtë e banorëve të tij, të cilin e ka titulluar Humori dhe e qeshura si ekologji sociale e gjirokastritëve. Siç shprehet vet autori, ishte një dëshirë e vjetër e tij që arriti ta realizojë. Ishte një dëshirë e vjetër e imja të shkruaj një libër për Gjirokastrën dhe të hedhja poshtë mitin që kaq gjatë është mbajtur në këmbë që ne Gjirokastritët jemi kërnac, cingun, koprac, nuk kemi. Ky libër vërteton pikërisht të kundërtën, që ne jemi shumë një koqire bujarë dhe përmes një analize filozofike dhe historike, duke marrë nga filozofët e lashtë, Nietzsche, Freudi, Bergsoni, provoj që humori dhe qeshura janë domosdoshmëri për njeriu. E bëjnë jetë më të bukur, të çlirojnë nga hallet. Dhe gjarësit e aq të mençur sa të mos i marrin për të vërtetë ato që të tjerët mendojnë sa të janë. Kështu që është një homazh për Gjirokastrën e Gjirokastritët, është një homazh për miqtë e mi Gjirokastritës, familjen time, që e bëri qytet origjinën time. Në aktivitetin promovues, organizuar nga Universiteti e Qerem Çabej, libri u vlerësua si dhurata më e bukur që autori e bën qytetit të tij. Është një studim monografik eseist, i shkruar nga një gjirokastrit për Gjirokastër, me një dashuri të madhe. Po është një libër përveç dashurisë, i shkruar me një mendim të qartë, me një mendim të thellë dhe me një nivel shumë të lartë filozofik. Libri nuk i bën der autorit, po i bën der Gjirokastrës. E kam lexuar me një frymë dhe më është dukur vetja, sikur isha i zhytur thellë në ujë dhe mezi prisja të dilja mbi sipërfaqe sa të mbaroja libri. Unë dua ta uroj me gjithë shpirt autorin, por edhe Gjirokastrën. Kam përshtypjen, është dhurata më e bukur që autori i bën qytetit vet. Flet vet kopertina që ky libër i është dedikuar qytetit muze. Autori ka zgjedhur pikturën realizuar në akrilik nga piktori mirënjohur gjirokastrit Bashkim Ahmeti. Manastiri i Shën Nikollës në Mesopotam të Finiqit, përveç se është kthyer tashmë në një destinacion turistik, njihet nga vetë banorët venda si objekt kulti i mrekullive. Manastiri i Shën Nikollës në Mesopotam i përket epokës meso-bizantine dhe është një nga 4 monumentet e kultit më të lashta në rajonin e jugut. Ai ndodhet në njësinë vendore të Fenikit në qarkun e Vlorës dhe njihet për legjendat e shumta që qarkullojnë opinion, por edhe për mrekullitë e shenjtorit, të cilat vetë banorët pretendojnë që i kanë jetuar. Zonja Violeta Zoi Zisi jeton prej shumë vitesh në emigracion, konkretisht në Larisa të Greqisë, dhe viziton këtë objekt kulti çdo 20 maj, ku dhe kremtohet shenjtori i manastirit. Me shumë mallëngjim dhe respekt, pranon të tregojë historinë e saj të jetuar, çka vërteton një nga mrekullitë tek këtij manastiri. Unë vit për vit, se kish pësuar këtu e 21 vjet, një aksident burim, i cili ishte i shtrirë në krevat, as fliste, as familje nuk njihte, as asgjë, as lëvizte, edhe më doli Shën Nikolla edhe më tha, buri jo do bëhet si ishte më parë, kjo gjë do të duket si një përall, edhe ishte vërtet kështu bë. Burim, po ta shikosh, thuash, ki ka pësuar aksident kaq të vështirë, e ka bërë Shën Nikolla të jetë si ishte akoma dhe më mirë si ishte para 30 vjetëve. Kurse mësuesi veteran Leftet Xhollo thotë se manastiri i Mesopotamit është konfirmuar tashmë si destinacion i turizmit religjios. Vinë shumë vizitor, por jo vetëm në sesionin e beare këtu ka plot vizitor të uaj, por flasim për gjatë gjithë periudës. Do një koordinim të punës, për shembull, flet informuese për gjithë zonën që jemi rreth manastirit të Mesopotamit, ku vetë këta
shumë turistë që vinë, mund të shkojnë edhe në lokalet përreth, të cilat janë shumë cilësorë. Në ambientet e jashtme të këtij manastiri organizohen her pas here aktivitete të ndryshme për promovimin e turizmit dhe të folklorit në Bashkinë e Finikit. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.